Në përkujtim të një prej ngjarjeve më të rëndësishme të historisë kombëtare, u organizua një konferencë shkencore historike kushtuar kryengritjes së Malësisë së vitit 1911 dhe ngritjes së flamurit në Deqiq. Aktiviteti organizuar nga shoqata adhetare Kulla e Bajraktarit të Hotit dhe Muzeu Malësia vuri në fokus rolin vendimtar të kësaj kryengritje në rrugën drejt shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë me 1912. Gjatë konferencës, studiues dhe akademik të njohur trajtuan rëndësinë historike të momentit kur me 6 prill 1911 forcat shqiptare të udhëhequra nga Dexholuli ngritën flamurin kombëtar në Deqiq duke sfiduar perandorinë osmane dhe duke shpallur aspiratën për liri dhe vetvendosje. Kryengritja e Malësisë ishte një hap vendimtar drejt shpalljes së pavarësisë të Shqipërisë, duke treguar se populli shqiptar ishte vendosur të ndërtonte fatin e vet si një komb i lirë i barabartë me kombeve të tjera. Sot, duke kujtuar këtë ngjarje, ne kemi detyrimimin moral dhe kombëtar që ta mbajmë gjallë kujtesën historike, të ndërojmë sakrificën e parzët tanë dhe të përcjellim këtë trashëgimi të brezat që vinë pas. Këtu në Kullën e Bajraktarit Hotit nuk përkujtojmë vetëm një ngjarje, por rikthejmë në ndërgjegjen tonë një standard, atë të burrnisë, të besës dhe të përgjegjësisë ndaj fatit kombit, sepse ajo që nisi këtu, në këtë komunitet, në këto brigje të Hotit, nuk ishte thjesht një kryengritje, por një shpallje e heshtun e të drejtës për me qenë Zot në vendin tonë. Edhe nëse sot vim sërish në këtë prag historie, nuk është vetëm për me ndërru të paret, por për me pyet veten, nëse po e mbajmë fjalën e dhanun për me përcjell atë trashëgimi që ata na lanë. Fatkeqësisht, kjo ngjarje nuk është vlerësuar sa duhet, pasi që do të duhej të ishte fest kombëtare dhe të festohet edhe jashtë Malësisë së Madhe, në çdo vend ku ka shqiptar. Sa është dita e ngritjes së flamurit kombëtar, që paralajmëroi pavarësinë që do ndodhin mas një vit e gjysmë më. Duhet sikur se edhe sot e kësaj të ditë ka të tillë që mundon me zhvlerësuar kryengritjen, ose çka është më e keq, mos me pranuar ngritjen e flamurit në Deqiq, pasi që sipas tyre në Thojza nuk ka fakte të mjaftueshme. Lauta e Malësisë rrethen kryengritjet shqiptare për të mbrojtur nderin, tokën dhe fisin, vendin dhe kombin. Ajo është një vepër ekumenike që përmjet tregimit të ngjarjeve të veriut shqiptar do të përfaqësojë të gjithë shqiptarët. Është vepra më e madhe heroike e letërsisë shqipe. Krahas kumtesave në program u përfshin edhe aktivitete kulturore artistike, përfshir recitime dhe muzikë patriotike që sollën në vëmendje frymën e sakrificës dhe unitetit kombëtar. Kjo ngjarje mbetet një moment kyç në historinë shqiptare, duke shërbyer si preludi pavarësisë dhe si simbol i qëndresës dhe identitetit kombëtar.